Përshëndetje, me që siç e posh, por edhe jo me siguri keni po, presidenti i Republikës Kosovës, në këtë rast zonja Vjosa Osmani dhe personeli i tij ka reaguar në lidhje me incidentin pa precedent me ndjenjën e armiqësisë që ju shfaq asoj dhe ekipit saj në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, dhe nga paraqitja ime më hershme del gjithçka çfarë kam thonë në mënyrë profesionale, pa anime, duke respektu secilin pol të involvuar, por duke i dhënë përparësisë sigurisë, respektit dhe marrëdhënieve të mira ndërfaqënësore. Një pjesë e mezhve që janë lajmëruar dhe më kanë dërguar storjet e tyre, unë nuk i marr parasysh fare se ato janë storje emocionale. Unë këmë dhënë lajmin atë ka rritur rrëfimi ty për ghashje. Tërket që paraqita është ghashje, atë ka rritur ty rrëfimi për ghashje. Është kod do të me dekodu, me gematri, me numra, por do të me dekodu edhe me informacione, me kuran, se unë jam ai që ju këmë thonë dhekri kujtimi se cilet është në kuran. Pra, në ndisni deri në fund. Një reagim në lidhje në reagimin e më hershëm për fatkeqësinë dhe ndjenjen e keqdashtësisë apo kurthin që u përgatit për presidentin e Kosovës, në këtë rast zonjën Vjosa Osmani. Pak me këngë dafinës me vazhdu, e ka një tretash para një muji. Me kast, njeftëri mashtrimeve, me kast përsërit si gabimeve, ka dhe ka në tjera da. Të gjithë ata të cilët e ndjekin imomin e shqiptarëve Tim Shkupi e kuptojnë se imomi është shumë i përgjithshëm kur reagon dhe jep një lajm. Sot presidenti, zyra e presidentës ka dalë me reagim të vetin saj dhe e thot të njëjtën që e kam thonë edhe unë. Pra, zyra e presidentit kërkon në përgjegjësi për ambasadorin e Kosovës Shkup, që unë kam kërku me një herë shkarkimin e ambasadorit Shkup. Në çdo vend ku thojmë, nuk është presidentja që kërkon një trajtim të tillë. Ky trajtim ofrohet automatikisht nga shtetet pritëse bazuar në njoftimin që bëhet nga ambasadat tona për udhëtimin e presidentës dhe bazuar në të drejtën ndërkombëtare zakonore, e detyrueshme për të gjitha shtetet. Siç shihet nga lista e lartë përmendur, kjo është respektuar në tërësi edhe nga shtetet që akoma nuk e kanë njohur Kosovën. Si kjo procedurë respektohet çdo herë e çdo kund, presidentja Osmani e ka konfirmuar edhe me homolog të saj me të cilët ka biseduar këtë ditë. Gjithashtu kam kërku edhe shkarkimin e personelit sigurisë të presidentit Kosovës, që ndoshta presidentja do të tentoj ta mbrojë. Një pjesë e shokëve të mirë dinë që unë i kum kryer edhe shkollat e sigurisë dhe kum punu çështjet e sigurisë, edhe të CCTV-s, edhe close protection, dhe gjitha nivelet e sigurisë. Sot i kam 58 vjet të dynjas. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës ishte dje në vizitë në Shkup dhe mu më interesoi çfarë tha kryeministri i Republikës Veriore të Maqedonisë Mickoski. Ai ndjeu keqardhje dhe tha që këto raste nuk do të përsëriten. Mua si qytetari i Maqedonisë, më intereson kushtetuta e vendit,
siguria dhe liria e njerëzve në qarkullim. Që do të thot, unë, si qytetari i Republikës Veriore të Maqedonisë, me kushtetut, por edhe me besimin ku besoj, me informacionet hynore ku i marr, nuk guxoj me heshtë të bëhem palë kur dikush e shfrytëzon Maqedoninë si arenë cirku për konfliktet apo për diset që i kanë presidenti i Kosovës, zonja Vjosa Osmani, me ministrën e punëve të jashtme Donika Gërvall. Unë këmë dhonë vetëm pistat të hulumtimit dhe të gjitha kanë rezultu që reagimi im ka qenë me vend. Kur jemi në Maqedoni, qytetarët me shumicë kanë votu për ndryshim, pavarësisht palët. Mirë po, partia e Afrimgashit është partia e Molla Shaqirit. Nuk është njëjtë Lëvizja Demokratike dhe Alternativa. Dhe ajo e Taravarit Gostivarit. Ju këmë thonë, Gostivari mbi 50% është turqizu. Mirë po, si do të qoftë ne jetojmë një shtet në nxej një diell dhe një shi në lagë dhe nuk guxoj me leju që Maqedonia të bëhet arenë cirku i njerëzve të pacip me kallëzu që janë dikushi dhe nuk janë bashkërkushi. Jo që jeni lembru të unë me tregu se keni anime politike, keni gabim, keni huq. Prandaj edhe kur ju kun fol për ajetin 21, 2, 3, 4, 5, 6 surja sot në lidhje me Hazreti Davudin dhe me 99 ndelet, me kuptu se çka është hak dhe çka është e drejta, kjo është imami i shqiptarëve që nuk ka bën. Kur jep informata sakta. Dhe unë ju them, të gjithë juve që në skenën politike, qoftë pozit dhe qoftë opozit. Nëse Davudi me një pushtet politik që shkolla e Davudit e kodet e Davudit sot janë edhe në Washington, mësohen dhe operojnë shërbimet inteligente, Davudi u pendua për gjykimin e shpejt që e boni, në lidhje me dy kundërshtarët, në lidhje me dy hasmit, sa të është fjalla hasman, ka orë në dysi, hasmëri, mes dy personave, që ai që i ka pos naftën në ndele, e ka kërku një dele, që shumica ju mendoni se s'ka pos të drejt, se një dele pa qift nuk qiftizohet dhe nuk shumohet. Keni qorta jo. Ta ne keni kuptu saksisht se çka është haku dhe çka është e drejta. Haku u konë në onën e Vjosa Osmanit. A më pëlqej, a nuk më pëlqej si presidente. është pak e rëndësishme. E drejta është relative, varet se kush e ban të drejten, por është mirë që kryeministri i Maqedonisë tregoj shumë se çka është në pyetje në Maqedoni. Pra, unë si njohës i mirë i çështjeve të sigurisë, kur kërkoj dorëheqjen e personelit sigurisë, në paraqitjen time ku më thonë se personeli do të jap dorëheqje, se nuk guxon kryeshefi apo përgjegjësi kryesor i sigurisë presidentës me leju presidentja me kalu në përshkup kur ka informata për destabilizim, siç tha edhe kryeministri i Maqedonisë Mickovski, se në shtator pritet që ata të cilët kanë ikë nga pushteti, kloni i Zajozit, që kanë vjedh shumë, miliarda kanë vjedh, dhe disa të tjerë, edhe Artan Grubi, shumë të tjerë, për bëthën e vetë me rujt dhe u anë ta destabilizojnë shtetin e Maqedonisë, që nuk është mirë, nuk është në favorin e as të Kosovës, as Shqipërisë, as Turqijës në këtë rast, të Afrimgashit. Hele take hadithu
Goshje, atë ka arritur ti rrëfimi për goshje. Jo të vlenit, nuk keni një parti, një shumë parti. Nuk do me thomë se unë ju kumë përkra me heka lijen, unë jam me juve. Nuk jam, unë jam shqiptar. Shqiptar jam. Ti shkon xhamin, ti xhumohes mi la, xhunohet edhe me lujt rolin e të fortit. Te kush mi kursnu shqiptar. Shqiptar. Pra nuk e ha pazari. Pra loja ka qenë në Prishtinë. Ka qenë mes Tonika Gërvallës dhe Vjosa Osmanit. Kështu po del me reagimin që e ka bon sot, me reagimin që e ka bon sot kush, zyrja e presidentit Kosovës zonjës Vjosa Osmani. Pra gjithashtu në ndisni. Shumë kanë me thonë çka ka këtimi që i mirët me politikë. Kurani është politikë, Kurani është liri, është drejtësi, të jep lirien, nuk të jep xhamia, nuk të jep kisha. Ani këto që janë ftuca, frigaca u shkojnë kishë. Po në konvertohen se zgudzojnë me thonë feja e shqiptarit të shqiptaria. E lidhin katolicizmin me shqiptari, s'ka lidhje katolicizmin me shqiptari. As ortodoksizmi, edhe ai djali që kish fol. Ta ndërtojmë tempullin e Dodonës. Unë kam ndërtu tempullin e Dodonës, dhe tempullin e Dodonës nuk ka pos paganizëm. I kanë besu një zotit i kanë besu. Kusht ka faj që ti dijen informacionet i merë për asoj që ka është mainstream media. S'ka faj kërkush. Pra ju përshëndes në ndisht një sonte në kanalin Zani Shqipi Kuronit. A jenë djegës i kanonit? Pra ju përshëndesme dhe ju duham shumë shqiptar, ku do që jeni. Përshëndetje të gjitha ata që e përkrahin frimën shqiptare,